Agron, ti pse mendon ndryshe këtë punë për shembull? Janë veprime normale hetimore apo SPAK ka ndryrë një pushtet tjetër? Lala thotë që është një veprim normal i SPAK-ut sepse ligji ja ka dhënë një gjë të tillë. Urdhro. Shiko, ne do ta fusim këtë debatin edhe ngjarjen në kontekstin shqiptar, në gjendjen në momentin ku jemi. Jemi në një moment ku ka një përplasje midis politikës dhe gjyqësorit. Pasi gjyqësori për herë të parë ka ndërmarrë disa veprime, ka bërë disa arrestime që ishin të paimagjinueshme deri dje. Në këto kushte ç'a ndodh? Një ditë bukur del lajmi nëpër mediat ku thuhet që prokuroria, SPAK-u ka shkelur ligjin dhe ka përgjuar antar të gjykatës kushtetuese. Që unë kur e dëgjova për të parë thash, kjo është çmenduri. Është shkelur ligji, sipas lajmit që doli, dhe janë përgjuar antar të gjykatës kushtetuese, një gjë që është totalisht e pavërtet. Qartë. Se Klodi sapo e shpjegoi që nuk është shkelur asnjë ligj. SPAK-u ka vepruar brenda kornizës së ligjit, nuk ka shkelur ligjin. Dakor? Në një vend normal, nëse do të dilte ky lajm pa gënjur, pa thënë të vërtetën, pa gënjur dhe pa duke thënë thjesht të vërtetën, opinioni publik do thoshte, wow, gjykata kushtetuese, antar të gjykatës kushtetuese, pas kanë dyshohen se kanë shkelur ligjin antar të gjykatës kushtetuese. Jo, nuk do të çuditësh nga fakti që prokuror përgjojnë antar të gjykatës kushtetuese, sepse antar të gjykatës kushtetuese janë të përgjithshëm si gjithë të tjerët. Nuk është se ligji i përjashton. Kështu që çfarë është gjithë kjo? Është thjesht vazhdimi i betejës së madhe. E kemi diskutuar këtu Ylli javën e kaluar. Ka një betejë të madhe të politikës kundër SPAK-ut, dhe SPAK-u po bën detyrën, SPAK-u dhe prokuroria janë të vetëdijshëm në çfarë gjendje po ushtrojnë detyrën e tyre, se si po sulmojnë nga politika në mënyrë të drejtë për drejtë, nga kryeministri. Kryeministri thotë do t'i risjellim në shinat e kushtetueshmërisë. I sulmojnë për ditë, i sulmojnë nga burgu, i kërcënojnë, dhe nuk na çudit, nuk e kishim menduar, por nuk na çudit që mund të shkojnë deri aty sa të korruptojnë antar të gjykatës kushtetuese për të ndaluar SPAK-un. Dhe kjo, po ta bësh, të bashkosh pikat, kjo që po ndodh, sulmi nëpër media, kërcënimi që në datën 12 na votoni se ne do ta shkrim apo do ta sjellim gjykatën në shinat e kushtetueshmërisë, sulmet që vinë nga burgu, nga të akuzuarit, sulmet personale, debatet edhe çështjet që nxjerrin që thonë SPAK-u na qenë ka një institucion i përkohshëm special, gjë që nuk është asgjë kundi, kushtetuta përkundrazi e thot shprehimisht që SPAK-u është një institucion i përershëm. Dhe në studio dëgjojmë interpretime nga më të çuditshmet, që duhen thjesht për një arsye, të bëjnë gati terrenin që Edi Rama të rimari nën kontroll drejtësinë. Veprime normale hetimore apo SPAK ka ndryrë një pushtet tjetër. Bushati ishte duke thënë një gjë shumë thjeshtë. Ishte duke thënë që pushteti i SPAK-ut është aq i madh sa është i frikshëm. Këtë ishte duke thënë. Jam dhe unë dakord. Pra ta vetja kanë thënë. Dere mos fol ti tani. Kemi gjë për të thënë dhe rikthehemi. Shiko, Ylli, shikoni. Në fund është çështje, SPAK-u nuk ka dalë, nuk ka shkelur ligjin. Sigurisht ka një konflikt, sepse i bie që është e vërtet nga një anë që mund të duket sikur nuk janë më të barabartë përballë gjykatësit, por nga ana tjetër nuk janë të barabartë sepse SPAK-u në fakt, nëse është e vërtet që është tentuar korruptimi një antari të gjykatës kushtetuese, nëse SPAK-u do ta lejonte dhe nuk do ndërhynte dhe do krijojë një precedent, jo vetëm precedent, po do ishte SPAK-u në kushtet pa barabarta në krahasim me palën tjetër. Okej, por po thosh dy gjëra ndryshme. Dhe e dyta, në thelb opinioni publik është çështje besimi. Në një përplasje, ose ke besim te SPAK-u, ose ke besim... Se kuptova. Pra, do kalojmë te pjesa tjetër tani, Agron. Ose ke besim te SPAK-u, ose ke besim tek gjykata kushtetuese. SPAK-u ka treguar që ka bërë diçka që nuk ka ndodhur kurrë më përpara në Shqipëri, ka marrë pushtetar dhe i ka çuar në burg, dhe nga ana tjetër kemi gjykatë kushtetuese që ka treguar që në rastin e Xhaçkës për shembull, ka marrë një vendim skandaloz kur
përballë një abuzimi me pushtetin, përfitime të ish-ministres, pratikisht ka refuzuar të heqë mandatin. Okej, atëre, kalojmë të momenti tjetër, që unë besoj është mjaft i rëndësishëm, apo varrosen e timet për kurum. Dhe pjesën e dytë, do kemi studion e plot. Atëre, kemi një moment të zonja Zama, kemi një moment tani, çfarë ka ndodhur me hetimet për lëndë të dyshura si toksike të kurum? Pse nuk janë kryer ende analizat? Ka patur një njoftim një ditë më parë nga Prokuroria e Durrësit, e cila ka treguar një kalvar të gjatë me procedura, ku ka kontaktuar çdo institucion shtetëror dhe publik që ka në posedim një laborator, nëse është në përputhje dhe në gjendje për të kryer analizat e materialit mbetjeve të rrezikshme që janë gjetur në 102 kontenierët të kompanisë Kurum që janë të ankoruar përkohësisht në zonën e portit të Porto Romanos në Durrës. Dhe pas një pritje 3 mujore nga ana e Drejtorisë Standardeve dhe Akreditimit, më në fund është gjetur një laborator. Po i gjithë ky reagimi i Prokurorisë së Durrësit dhe përgjigja vjen në vazhdën e një dëshmie publike që ka bërë rrjeti i aksionit të Bazelit, që është edhe denoncuesi dhe sinjalizuesi fillimisht i ngarkesës me 102 kontenierë, rreth 800 ton pra mbetje të rrezikshme që po niseshin nga Shqipëria drejt Tajlandës. Rrjeti i aksionit të Bazelit ka thënë shprehimisht që drejtori ekzekutiv i saj, Jim Packet, i cili na ka konfirmuar që do t'jap për këtë çështje edhe një intervistë për emisionin të paekspozuarit. Por I është ofruar Prokurorisë së Durrësit për të dhënë dëshminë e tij përmes kanaleve elektronike. Që thotë zonja Zama, zoti Sheh, një gjë shumë interesante. Një përfaqësues i rëndësishëm, ai që po shohim në ekran, është afruar që t'i jap dëshmi prokurorisë shqiptare dhe prokuroria shqiptare nuk ka pranuar. Pse nuk ka pranuar prokuroria Ola? Për të jap dëshmi për kurumin. Prokuroria nuk është përgjigjur, por vetëm pasi është bërë presioni opinionit publik dhe nga ana e disa mediave të cilët kanë bërë publike deklaratën që ka bërë rrjeti i aksionit të Bazelit, ka thënë një ditë më parë në një përgjigje për mediat e interesuara që ne i kemi administruar deklaratat që ka bërë Jim Packet, po jo nëse ato kanë vlerën në një dëshmi ose jo. Doja të thoja gjithashtu që përveç dëshmisë që ai ka ofruar përmes rrugëve të komunikimit elektronik, i ka ofruar edhe formën e një dëshmie të notarizuar, e cila ka vlerë ligjore, por nuk i është kthyer asnjë përgjigje, duke e detyruar rrjetin e aksionit të Bazelit që të thotë jemi të alarmuar nga mosveprimi i prokurorisë dhe qeverisë shqiptare.